I dashur publik, të dashur lexues, shikues, shqiptar, të dëshjeni. Ju kërkoj ndjes se ra telefonin tokë. Kur nuk e di si ka mundësi që nuk po e man kjo mbajtja, po gjithsesi shpresoj që me gjitha të po dëgjoni e po shikoni. Arsyem se po komunikoj në këtë publikim ka të bëj me idenë e sqarimit të disa detajeve lidhur me gjetit tonë holumtuese të cilat ne po i publikojmë, sepse është hedhur shumë balt ndaj neve, ndaj muaj personalisht, dhe balta është duke ardhur në forma të maskuara, si që janë vra luftëtarët e lirisë në formë të maskuar. Na e kemi të konfirmume edhe të identifikume që kjo është vula e rrjetit kriminal të quajtur Shërbimi Informativ i Kosovës apo SHIKO, sepse kjo është mënyra sipas gjetjeve holumtuese tonave të cilat i kemi botuar në 4 shkurt paktën. Kjo është mënyra se si SHIKO e ka orkestru vrasjen e entiteteve ose individëve të cilët kanë qenë të targetuar nga ata. Në radhë parë i kanë izolu, pastaj e kanë nis fushatën e egër të shpifjeve nëpërmjet formave të ndryshme, sekserve mediatik, mediave të ndryshme që janë besnike ndaj tyre, e të tjera, pastaj në mënyrë që ta bënin të pranueshme ekzekutimin fizik të personit, dhe pastaj edhe e kanë bë vrasjen. Po tash koha ka ndryshuar, tashmë ata nuk janë në pushtet në atë formë që kanë qenë më parë, një pjesë e tyne janë prapa grilave, një pjesë e tyne janë prapa grilave gjithashtu sepse e kanë tradhtu njëri tjetrin, siç kemi gjetur tani me materiale, ka njerëz të cilët janë e pranojnë, domethënë edhe kur flasin publikisht në media, pranojnë se kanë qenë vrasës. Disa prej vrasësve, siç e dini, kanë arrit me sekser mediatik edhe mediat e tyre, me im vesh me petkun se ka punuar për UDB-n, s'ka pas kur gjë të bëj me neve, mirë po faktet të verifikuara tregojnë se edhe të tillët që këta kanë arrit me im vesh me imazhin se kanë punuar për UDB-n, edhe ata domethënë kanë punuar faktikisht si vrasës pikërisht për këtë rrjet kriminal. Ajo që sekseret mediatik po dështojnë është me u përballë me fakte, po qesin video, po disa prej tyne kur po më godasin mu, para prakisht po ma bojnë blok në mënyrë që unë mos me mujt me i pa videot e pastaj me i sfidu. Disa prej tyne pastaj po ikin si kur mit, masi që unë po e vrej që kanë boni video, e tana po ju përgjigjem, e po i fshin komentet e po ma bojnë bloke që së farë muhabetësh. Po një prej qëllimeve që këta e kanë është një, me hedh balt ndaj meje, në mënyrë që me i friksu njerëzit mos me lexu atë që unë e shkruaj, me rana, kuptohet. 2, me u përpjek me më vu mu në vëmendje të sekserve tyne mediatik dhe propagandave tyne shpifse për plot rana dhe ndotje, në mënyrë që unë të mos kem kohë pastaj të merrem me atë që është shumë e rëndësishme, zbërthimin e dosjes së Hagës, e cila dosje nuk mund të kontestohet. Nuk mund të kontestohet sepse Prokuria e Kosovës në Hagë është prokuri ndërkombëtare, është profesionale, është e kontrollume prej vendeve të BE-s,
është e ka urdhrin e qartë se çka me bë, pra me zbatu drejtësi, me çu drejtësi në vend, edhe ata vetëm me standardin e të vërtetës dhe drejtësisë i kanë filtru materialet edhe i kanë zgjedh vetëm ato materialet cilat ata mund t'i konfirmojnë me dëshmi të pakontestueshme në pretendimet e tyne. Prandaj ne si redaksi jemi duke i zbërthyer faqe më faqe, shkronjë më shkronjë, atë që e ka shkruar prokuroria. Sepse ne besojmë në drejtësi, ne besojmë në parimin e së vërtetës, ne besojmë në vlerat demokratike dhe vlerat e sistemit të drejtësisë ndërkombëtare, prandaj po e transmetojmë informacionin e vërtetuar nga Haga nëpërmjet formës hulumtimit analitik e raportues. Sepse po duhet me analizu tekstin për me shpjegu lexuesit çka do me thënë kjo, çka do me thënë ajo, çka thuhet në të faqe, çka thuhet në atë faqe, çka thuhet në të paragrafe, çka në atë paragraf, në mënyrë që pastaj edhe me ballafaqu me terrenin se çfarë historia neve na ka treguar dhe dëshmuar se ka ndodhur në këto periudha të kohës. Sigurisht, ekipi im me njerëzit që jemi duke i përpunuar materialet, përbëhet prej 4 njerëz të tjerë, 3 prej cilëve janë student të së drejtës ndërkombëtare, që janë pjesë e Universitetit Oxfordit në Britani të Madhe, janë të 3 britanik dhe personi i 4 është redaktori politik i kronikave të barutit Michael Shepard. Mënyrën se si paguhen këta persona për punën që e bëjnë, është lexuesit e nderuar të cilët janë të abonuar me pagesë, që nuk është numër i mjaftueshëm, por është sadopak e lehtëson barrën time financiare ndaj këtyne personave, profesionist. Gjithashtu janë paratë e mia të cilat unë i fitoj me djesën time si reporter lufte, por janë edhe një pjesë të donacioneve që na vijnë prej diasporës, në faqen e donacioneve, dikush jep donacion 10 euro, dikush 5, dikush 15, dikush 50. E kemi pas një donacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në javën e kaluar, 1000 funta. Jemi jashtëzakonisht të kënaqur që dikush ka vendos vlerë aq të madhe me na ndihmu, edhe ne jemi komuniku nga personi në fjalë, na ka kërku me respektuar anonimitetin e tyne, kuptohet ne respektojmë atë, dhe na ka thënë se do të përpiqet që të flas me diasporën shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të fillojnë të shtohet numri i abonuesve me pagesë, të paktën ajo që është 5 euro në muaj. Dhe dorën zemër prej kur që kemi komuniku me këtë person, na janë shtuar të paktën 7 abonues të ri me pagesë, nuk e di ma ka prej personit në fjalë, apo prej formave tjera që lexuesit tonë i flasin lidhur me edhe flasin lidhur me hulumtimet tona dhe punën tonë gazetariske. Po gjithsesi, unë prap ju bëj apel, ju inkurajoj që të vazhdoni të flisni për hulumtimet tona, të vazhdoni t'ju rekomandoni shoqënive, familjeve tuaja që të abonohen me pagesë sa më shumë. Sigurisht donacionet janë të mirë se ardhura, por donacioni më i mirë është kur ju abonoheni me 5 funta ose 5 euro në muaj me pagesë, edhe keni rregullisht pagesën që ne dim se sa kemi buxhetin mujor, edhe shtrim këmbën sa kemi organin, si thuhet një fjalë, por edhe ju e dini që jeni duke kontribu për një kauzë jashtëzakonisht të rëndësishme, për një media serioze, media që e respekton integritetin e informacionit dhe të vërtetën e asaj që duhet me u thonë edhe atëherë kur fatkeqësisht është e vëmshme. Një detaj tjetër që deshta me spjegu është që
njerëzit të cilët po sulmojnë personalitetin tim, nëse ata besojnë vërtet në atë që thojnë, ata vinë me profil të tyne të vërtet, jo me profilet rreshme. Në radhë po. Nëse ata po tregojnë që nuk e besojnë as pretendimin e tyne në bështetës ndaj entiteteve ose individëve të cilët janë subjekti volontimeve tona gazetariske. Sepse kur po vinë me mbrojt këto rrjete kriminale, edhe mbrojtjen e rrjeteve kriminale nuk po e mbrojnë, domethënë, me profil të vërtet, por po e mbrojnë me profil të rrem. Kjo është treguesi qartë, domethënë, që ata janë të vetëdijshëm se ata janë duke bërë gabim, janë duke bërë diçka të keqe. Unë jam marrë deri më tash me këta njerëz, jam përpjek me pas gjuhë të arsyes, komunikimit, mirë po ka qenë, nuk ka sukses, është të flasësh me profile të rreshme të cilët e kanë agjendën e qartë me hedh balt, është thjesht sikur me mshu murit me kokë. Po e kam përshtypjen. Po qëllimi im ishte që të paktën lexuesit e tjerë të cilët i vëzhgojnë komentet e të tjerëve, mbase do të mund të marrin një lloj edukimi jo formal të asaj se si të sillemi me të tjerët. Edhe jam përpjek me përmbajt gjuhën, ndonjëherë edhe kam rshit edhe unë, sepse ma kam pru të huna këto farë rena. Mirë po tash kemi vendos unanimisht që çdo profili rreshëm që vjen edhe shon, kena mja fshi komentin, ose kena mja fsheh, edhe kena mja bu blok. Sepse nuk duam të harxojmë energji të kot me profile të rreshme, edhe duam vetëm të interaktivizojmë, të ndërveprojmë, të komunikojmë me profilet vërteta, të verifikueshme, të konfirmuara, të cilët vërtet duan të kontribuojnë në debatin e përgjithshëm lidhur me temën e asaj se çfarë do që ne botojmë në kronikat e barutit, por gjithashtu që i shpërndajmë në rrjetet sociale. Pra, vendimi redaksional është i prerë, është unanim, është çdo kush që vjen me profil të rrem, edhe komenton edhe fyen, ne kemi plan me ia fut blok. Një më dyshje dhe dilem është që ato afshin apo t'i lejmë komentet e atyre se çka shkruajnë. Argumenti për me u fshi që ndron mbi atë se me pastru atmosferën e debatit, pra mos me leju toksicitetin edhe negativitetin me mbizotru në postimet tona, sepse kjo është një prej efekteve psikologjike që mrin ato, komentet fyse edhe shpifse. Një argument tjetër i ekipit tim editorial është mos me avshi, sepse këtu mbesin dëshmi historike të asaj se si ka vepruar rrjeti kriminal në një përpjekje për ta mbrojt interesin e tyne apo për ta fsheh krimin e tyne, duke u përpjekur ta sulmojnë gazetarin në mënyrë që t'ia dëmtojnë reputacionin dhe ta friksojnë publikun se nëse edhe ti publik i dashur, kushdo qoftë nga anëtarët publikut, e ndani këtë material, domethënë kam gjetë një diçka e tillë. Të dy argumentet janë legjitime, kanë kuptim logjik. Mirë po propozimi im ka qenë që t'i lejmë komentet, ka rëndësi historike që ta dokumentojmë atë pretendim, por ne po e lejmë publikun ton që është dashamiri i leximit të së vërtetës në duar të një atmosfere negative dhe toksike. Gjithashtu, në mënyrë të pa dashur mund ta lëndojmë publikun ton, gjë që duhet me rujt integritetin edhe të lexuesit, por edhe të shkrimeve tona dhe postimeve tona.
Dhe si përfundim përgjigje ndaj refuzimit tim ka qenë do t'i marrim screenshotet, do t'a dokumentojmë gjdo koment negativ, do t'i marrim web linkjet e profileve që t'i ruajmë gjithashtu në dokumentimin ton, edhe t'i ruajmë në fajlat ton të postimeve, të zhvillimeve historike, se si është reaguar ndaj postimeve tona, dhe pastaj t'i fshijmë dhe t'i bllokojmë këto profile. Dhe kështu jemi dakorduar. Pra, prej ditës së hënë, ne do t'i dokumentojmë komentet negative dhe shpifse edhe fyese, do t'i bëjmë kopje web linkat e profileve të cilat vinë me këto qasje, edhe do t'u afshim profilin edhe do t'i bllokojmë njëkohësisht. Do t'u afshim komentin, por edhe do t'i bllokojmë njëkohësisht. Më thënë, nuk është se nuk duam debat, sigurisht që duam debat, nuk është se nuk duam të kritikohemi, sigurisht që duam të kritikohemi, një po kur kritikohet artikulli, nuk merret, nuk përmenet me u përbalt fjala emni i Vudi Gjumshitit. Po thuhet, inderuar apo zotni Vudi apo zotni redaksi, e kam lexuar artikullin, paragrafi ky në këtë artikull e përmban këtë informacion, pra nxjerr citatin. Dhe në saj të hulumtimeve të mia, ose të njohurive të mia, ose të asaj çka unë kam gjetë në këtë media, ose në citat të një autori tjetër që ka shkruar për këtë temë, ose në citat të dokumentit të Hagës, që ti ju mund ta lexoni dashur publik, sepse ne u afrojmë dokumentin, gjithmonë është i bashkëlidhur në secilin artikull. Thuhet në këtë faqe kështu, prandaj ky paragraf është kundërthënës dhe ose kërkon shpjegim pse e kemi shkruar në atë formë që e kemi shkruar, ose denoncon, thua që kjo është gabim për këto arsye, me cilat ne sigurisht që duam të merremi me gabime, me shpjegime, nëse kemi bë gabime, nëse kërkon shpjegim publiku. Po kjo është fryma e debatit që ne duam ta inkurajojmë, që ta nxisim, që t'i japim frymë, që t'i japim jetë, në mënyrë që ne të gjithë si antarë të publikut të lulëzojmë me mirësi, me respekt ndaj njëri tjetrit, por edhe duke e edukuar njëri tjetrin edhe për ta kuptuar të vërtetën sa më mirë, sa më qartë, sa më ndershëm. Dhe në frymë të kësaj ideje, siç e thashë më herët, ne përfundimisht nga dita e hënë, në mënyrë të patolerueshme, dëgjoni mirë të gjithë ju që edhe jeni mbështetës të pa kontestuar, të pa hamenshëm të punës time gazetareske që e bëj tash 3 vjet në ligje me Kosovën, ju lutem shumë përmbahuni nga fyrjet, sepse nuk do të tolerojmë askënd. Askush nuk do ta ketë vjen dritën e gjelbërt për të fyer edhe për të sharë edhe për të sjellë negativitet. Ju mund të jepni kritikat e juaja, ju mund të jepni shqetësimet e juaja, ju mund ta adresoni edhe frustrimin tuaj legjitim. Mund ta adresoni frustrimin tuaj, por me një gjuhë të përmbajtur, të edukuar, civilizuar, komunikimit normal njerëzor, sepse ne duhet të komunikojmë me njëri tjetrin. Ne duhet ta kthejmë atmosferën paqësore, të sigurt dhe edukative të komunikimit me njëri tjetrin për shqetësimet tona për të cilat thellë na shqetësojnë. Edhe një detaj tjetër dua ta adresoj. Është një përpjekje kohëve të fundit e kom vrejt, është një përpjekje e këtyre profileve falso, por dhe sekserve mediatik, me më paraqit mu si mbështetës i të vrarëve politik ose kësaj partije që ka qenë target primar i partisë tjetër ose grupacioni tjetër
të periudhës së vrasjeve politike. Ato janë thjesht përpjekje për të më etiketuar mua, për të më futur në një kuti, në mënyrë që ata pastaj të mund të godasin ndonjë autor të këtyre kutive tjera. Si që kujtoni, jam përpjek të më lidhin me kryeministrin Albin Kurti ose partinë vetëvendosje, tash janë duke u përpjekur të më lidhin me të vrarët kontravers, janë duke u përpjekur të më lidhin me partinë politike që ka qenë cak i vrasjeve politike. Mirë po unë dua t'ju konfirmoj i dashëm publik që unë nuk i takoj, nuk i kam takuar asnjëherë dhe nuk do t'i takoj asnjëherë për gjatë kohës sa unë jam gazetar dhe kryeredaktor i kronikave të Barutit, asnjë partije politike, asnjë grupimi politik. Nuk kam simpati politike apo jo politike apo individuale për asnjë njeri për të cilin ne shkruajmë në gjetjet tona hulumtuese gazetariske. Nuk kam shprehur asnjëherë mbështetje dhe asnjëherë nuk do të shpreh, sepse unë sigurisht i kam opinionet e mia personale për individet e caktuar dhe grupacionet. Mirë po në asnjëherë nuk i shprehi ato, sepse është e rëndësishme me urujt integriteti i neutralitetit profesional edhe gazetarest në raport me këto zhvillime. Nuk dua gjithashtu, vullnetshëm nuk dua të zhvilloj simpati ndaj ndonjë politikani apo grupi politik, sepse nëse unë zhvilloj simpati emocionale ndaj ndonjë politikani apo grupi politik, ja pamundsoj vetes me vazhdu me shkru objektivisht si gazetar, si autor i shkrimeve hulumtuese edhe analitike, por ja shkurtoj mundësin edhe ja pamundsoj mundësin edhe krejt redaksisë së kronikave të Barutit që me vazhdu me bë gazetari objektive dhe profesionale ku tregohet vetëm e vërteta e zhveshur ashtu siç publiku duhet ta lexojë. Nuk është në interes as timin, as të redaksisë time, as të krejt publikut, as të krejt partive politike, që unë të zhvilloj ndonjë simpati emocionale apo personale me ndonjë parti apo ndonjë politikan apo ndonjë grupacion, qoftë formal dhe jo formal të organizuar në politikën e Kosovës. Sepse Kosova ka nevojë, populli ynë ka nevojë për gazetari objektive, profesionale, e cila gjaktësisht i sheh informacionet, i verifikon, i vërteton dhe vetëm pas konfirmimit i shkruan ato dhe i plason në publik, po ashtu në formë objektive të shkruar, pa ndonjë simpati për ndonjë informacion, grup formal ose jo formal, ose individ të caktuar në politikë. Prandaj është, siç është në të mirë time, personale dhe redaksisë time, është në të mirë të Kosovës, të krejt partive politike, të krejt popullit Kosovës, që ne ta ruajmë neutralitetin ton politik, edhe të vazhdojmë me objektivitet të shohim informacionet ashtu siç duhen lexuar gjaktësisht dhe ashtu siç duhen plasuar gjaktësisht, pa ja mojt anën kur kërkojna në asnjë formë. Dhe vetëm gjë që ne ja mbajmë anën është të vërtetës. Dhe vetëm gjë që ne mund të shkruajmë qëndrim editorial, si qëndrim i redaksisë, mundet me qenë politika të caktuara të Republikës Kosovës, të cilat ne mund t'i mbështesim si qëndrime editoriale të redaksisë, kur ne e verifikojmë dhe analizojmë se ato politika janë të ndershme dhe në interes të Republikës Kosovës. Për shembull, ne nuk kemi hezituar në asnjë moment të kritikojmë diplomatët e huaj, të cilët i kanë kundërshtuar politikat e Republikës Kosovës përballë rezistencës së Republikës Kosovës ndaj agresionit të Serbisë, ndaj Kosovës. Ne nuk kemi hezituar dhe asnjëherë nuk do të hezitojmë të mbajmë këto qëndrime të qarta,
sepse politika jonë redaksionale është përveç me zbulu edhe me raportu të vërtetën, është gjithashtu me mbrojt sigurinë kombëtare të Republikës Kosovës dhe interesin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Prandaj, ne siç nuk kemi hezituar asnjëherë, gjithashtu nuk do të hezitojmë edhe në të ardhmen që t'japim qëndrime të qarta që sa i përket politikave caktuara shtetërore kur bëhet fjalë për mbrojtjen e interesit të sigurisë kombëtare të Republikës Kosovës. Aty nuk kemi nevojë me fsheh, kur nuk e kemi fsheh, jo a kemi thënë qartë edhe ambasadave të huaja, edhe politikave të shteteve të fuqishme, kur a kemi hulumtuar ambasador të diplomat të cilët pas hulumtimeve tona e kanë humbur, janë shkarkuar nga detyrat e tyre zyrtare që kanë qenë të emëruar për zhvillimet politike në Kosovë. Por ju që nuk e dini, ne e kemi kritikuar ashpër narrativën politike të dërguarit të State Departmentit Amerikan për negociatat Prishtinë-Beograd Gabriel Escobar dhe pas kritikës tonë të ashpër por objektive dhe profesionale, me arsyetime logjike, me emërime të qarta, thirrje të qarta në norma të ndryshme ndërkombëtare, të cilat ne i kemi bazuar qëndrimet tona editoriale, ne gjithashtu kemi arritur suksesshëm ta hulumtojmë edhe ta shohim pse cila ka qenë motivi i zotit Escobar për ta përdorur pozitën e tij si dërguar i posaçëm i presidentit Biden për ta dëmtuar Republikën e Kosovës, dhe ashtu e kemi gjetur, e kemi konfirmuar të vërtetën dhe e kemi plasuar atë në publik, dhe vetëm disa muaj pas atij plasimi ai është shkarkuar nga detyra dhe ne jashtëzakonisht jemi krenar për punën tonë që e kemi bërë. Pavarësisht faktit që zoti Escobar dhe satelitët e tij këpuc lëpirës më kanë sulmuar mua me lële shpifjesh. Ne do t'i qëndrojmë çdo stuhie, shpifjesh, ranash, të banditëve, grabitës, plaçkash, të cilët nuk shohin gjë tjetër pos interesit të xhepave të tyre. Që njerëz pa dinjitet. Kështu që ne e dim se asnjë gënjeshtër, asnjë shpifje nuk do t'i qëndroj stuhisë të vërtetës, prandaj kokën lart dhe dinjitetshëm me krenari ne vazhdojmë ta mbrojmë të vërtetën, ta mbrojmë Republikën e Kosovës dhe sigurinë tonë kombëtare. Kështu e kemi pasur rastin me ambasadorin Rode, mas hulumtimeve tona ai është shkarkuar. Kështu e kemi pasur rastin me dërguarin e posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak, mas hulumtimeve tona ai ka humbur krejtësisht karrierën diplomatike me BE-n. Kështu e kemi pasur rastin me Richard Grenell, i cili mas hulumtimeve tona e ka humbur certifikatën e sigurisë kombëtare, pra shteti amerikan nuk i beson më atij, dhe gjithashtu e ka humbur edhe nominimin për të qenë sekretar shteti në administratën e dytë të presidentit Trump. E shumë suksese tjera që janë jashtëzakonisht të rëndësishme, mirë po, siç e themi shpesh në postimet tona, i dashur publik, ne po rritemi bashkë. Ne po rritemi bashkë si redaksi, sepse jemi e para redaksi në gjuhën shqipe, e cila financohet nga lexuesi i vet plotësisht, dhe ne do të vazhdojmë të rritemi bashkë, por duke shtuar interaksionin, duke shtuar aktivitetin ton, duke shtuar komunikimin me ju i dashur publik. Pra, t'jemi të qartë. Redaksia jo nuk mundet me mbijetu pa juve, nuk mundet me mbijetu pa audiencë. Facebooku na ka nxjerrë statistika dikur rreth 17 milion vizitor ose lexues mujor, dikur rreth 60-70% prej cilëve nuk janë followers në faqen time. Krejt është në rregull, njerëzit hezitojnë me u identifiku, por vinë e lypin emrin tim edhe e kërkojnë edhe i gjejnë postimet tona. Shumë mirë. Hulumtimet tona rreth Hagës edhe dosjes së Hagës e kanë marrën një havë shumë interesant, për dallim nga postimet e mëparshme që i merrnin 600, 700, 1000, 2000 lajka ose dikur 400-500 komente. Artikujt hulumtues lidhur me dosjen e Hagës nuk po marrin komente të tilla,
Po ajo që është interesant është që numri I lexuesve në artikujt tonë lidhur me Hagën ka mri minimumin 350.000 klikime. Domethënë, ka afërsisht gjys milioni njerëz të cilët janë të interesuar me kuriozitet të lartë që t'i lexojnë artikujt tonë volumtues lidhur me dosjen e Hagës. Dhe neve jashtëzakonisht na vjen mirë sepse është jetësisht e rëndësishme që populli ta di të vërtetën pse 4 njerëz janë duke u mbajtur në Hagë dhe pse po përballen atje me drejtsinë ndërkombëtare, cilat janë arsyet, sepse siç e dini dashur publik në pej vitit 2020 kur ata janë marrë në Hagë, është konfirmuar atë akuza, ka pas vazhdimisht propagandë, pretendime të rrejshme se ata po përballen në Hagë, sepse Haga është gjykata e Serbisë, sepse gjykatën e Hagës e ka marrë Serbia, sepse ka pas spionazh operacion e ku ta diun, pastaj kanë thënë po përballen me Hagën sepse kanë luftuar për lirinë, për ta shtruar Kosovën. Asnjë prej këtyre nuk janë vërteta. Siç e keni pa, edhe siç e keni lexuar materialet tona ulëmtuese, që bazohet krejtësisht në dosjen e Hagës, dhe siç e dini ne gjithmonë themi siç thot dokumenti I Hagës, në faqen kaq, thuhet kështu. Ky sistemi I drejtësisë që është duke I përballë me dyshimet e bazuara se këta njerëz kanë kryer vrasje politike, pra krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, duke I vrarë oponentët e tyre politik, janë të dyshuar, të bazuar, domethënë ka dyshime të bazuara se këta kanë bërë veprime të tilla, pra nuk ka të bëj me luftën çlirimtare kundër Serbisë, ka të bëj me luftën për pushtet, me vrasjet politike edhe me glabërim pushteti. Njerëzit të cilët pas ekzekutimit të një pas njëshëm të oponentëve politik, si që deni kur kanë ardhur pushtet mas luftës, gjithashtu me gryp të pushkës, duke I vrarë oponentët politik, por edhe gazetarët, këta kanë bo vullnetshëm veprime të atilla që kanë rezultuar në plaçkitjen sistematike të buxhetit të publikut të Republikës Kosovës, pastaj kanë vrarë çdo njeri tjetër që u ka dalë në rrugë, I cili ka kundërshtuar veprimet e tyre, kanë vrarë gazetarët, kanë vrarë luftëtarët e lirisë, kanë tentuar ta vrasin presidentin Rugova 2 herë, edhe gjithashtu, siç edhe ne kemi raportuar, janë përgjegjës edhe për plaçkitjen apo vjedhjen e fundit për shtërim. Këta njerëz duhet mu përballë me drejtsinë, këta njerëz dhe kushdo tjetër që ka bë veprime të tilla duhet mu përballë me pasojat e veprimeve të tyre. Mos ju besoni dhe mos I lejoni që t'ju mashtroj kur thojnë se këta janë çlirimtar, këta po përballen me Hagë për shkak që kanë luftuar kundër Serbisë. Kjo nuk është e vërtetë. Kjo është gënjeshtër, e pastër dhe e dokumentuar që nuk është e vërtetë. Prandaj ne duhet ta mësojmë të vërtetën, duhet të flasim të vërtetën pa frikë, me dinjitet, duke respektuar njëri tjetrin dhe duke e bërë të qartë që jemi shoqëni për drejtësi, për konsolidim shteti dhe për vazhdimsi të asaj për çfarë është nisur edhe lufta për shtërim, pra një shtet demokratik dhe me vlera të qarta të barazisë ligjore ku para ligjit të gjithë janë të njëjtë, pavarësisht se kush janë ata dhe prej nga vinë. E vërteta duhet të dalë në dritë, njerëzit që kanë plaçkit fondin për shtërim duhet të përgjigjen për këtë, njerëzit që kanë plaçkit Kosovën për 20 vjet rresht duhet të përgjigjen për këtë dhe pasuria duhet I kthehet publikut, popullit dhe Republikës Kosovës, njerëzit të cilët kanë vrarë njerëz për 20 vjet rresht duhet me u përballë me drejtsinë. Familjet e të vrarëve presin drejtësi dhe ajo drejtësi duhet të vije 100% në këtë kohë të vështirë kur ne po jetojmë dhe të gjithë po përballemi me presione të formave të ndryshme, më të ndotëra që mund t'i kemi parë ndonjëherë,
mirë po ne duhet të kalojmë nëpërmjet kësaj stuhie me dinjitet dhe duke qenë të bashkuar. Faleminderit shumë për vëmendjen e juaj, edhe një herë për fund, ju jam absolutisht mirënjohës që keni ndarë mbi 200 prej juve të cilët jeni të abonuar me pagesë, keni ndarë një kafe mujore për ne, edhe të gjithë nga një kafe bëhen shumë, edhe ato kafe bëhen mjaft që ne të mund të konsolidojmë buxhetin të zbarkojmë në Kosovë. Edhe një informacion tjetër të konfirmuar, ne kemi analizuar të gjitha deklaratat politike të partive opozitare dhe mendësitë e tyne të deri tanishme mas zgjedhjeve të 7 qershorit, dhe ne jemi të bindur që ka një plan për ta çuar Kosovën në zgjedhje përsëri. Pra, ne ju a themi me përgjegjësi të plotë si redaksi që do të kemi zgjedhje sërish, nëse jo në nëntor, në dhjetor të këtij viti, sepse partitë e përbashkëta opozitare që kanë plaçkit Kosovën për 20 vjet rresht në pushtet në forma të ndryshme rotative, janë duke e zbatuar prap skenarin dashakeq sabotues ndaj Kosovës për ta çuar Kosovën përsëri në zgjedhje. Dhe çdo zgjedhje e parakohshme që është organizuar deri më tash, autor të vetëm të këtyre operacioneve janë partitë e përbashkëta opozitare dhe rrjetet kriminale që i mbështesin ato. Ne duhet t'u a themi të qartë këtyne që prap, ju nuk jeni pjekur dhe nuk jeni të pjekur dhe nuk jeni të gatshëm edhe nuk mund ta merrni qelsin e shtëpisë tonë kolektive, sepse na keni treguar për 20 vjet vullnetshëm që vullneti juaj politik është plaçkitja, vrasja, edhe gjithashtu rikthimi apo riinstalimi i pushtetit të Serbisë në Kosovë. Prandaj ne duhet t'i kundërshtojmë këta, sepse janë e keqja e vendit tonë. Faleminderit shumë, e qofshim me shnet, e shihemi në prezantimet e tjera. Mos harroni, abonohuni me pagesë dhe shpërndani materialet tona pa hezitim, pa dilema, pa hamendje, sepse e vërteta flitet aty. Miru po.